Administrata doganore ka argëtuar gjatë muajit tetor të ardhura me vlerë 20.016 milion lek ose 1.8 miliard lek më shumë se në tetorin e vitit 2024. Rritja për 9.3% krahasuar me një vit më parë tregon se trendi pozitiv të ardhurave doganore është ruajtur edhe në fundin e 3 mujorit të katërt në përputhje të plot me planin mujor të ardhurave. Një pjesë e madhe e këtij rezultate lidhet me mallat e akcizës, kush doganimet kanë arritur nivele rekord. Karburantët kanë njohur një rritje të ndjeshme me rreth 12.000 ton më shumë se në të njëjtin muaj të vitit të kaluar, duke i kaluar edhe sasitë e shtatorit 2025. Edhe tregu i cigareve ka shënuar një rritje të konsiderueshme, me rreth 30 ton më shumë, çka tregon një zgjerim të konsumimit të brendshëm dhe qarkullimit tregtar në këtë kategori mallrash. Në totalin e 10 muajve të vitit, të ardhurat doganore kanë arritur në 1.999.708 milion lek, duke qenë 9.2 miliard lek më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2024 ose 5% më shumë. Plani 10 mujor është realizuar plotësisht, duke konfirmuar një cëri të qëndrueshme në administratimin e të ardhurave. Të dhënat tregojnë se gjatë periudhës janar-tetor 2025 janë regjistruar sasitë më të larta historike të mallrave të akcizës të konsumuara në vend. Karburanti shënoi rritje me 71.200 ton, cigaret me 235 ton, kafeja me 203 ton dhe bira me 1.600 ton. Rritja të ardhurave dhe të volumit të mallrave të akcizës gjatë këtij 10 mujori dëshmon për efektivitetin e masave administrative dhe përmirësimeve në proceset doganore.